Arrestimi kërkuar nga SPAK për zëvendës kryeministren Belinda Balluku ishte tema që hapi emisionin Sken Krimi me dy të ftuarit ekspertë të ligjit, avokatin Kujtim Ibraj dhe ish prokurorin Ervin Karanja. E teksa situata duket komplekse me kuvendin që pret miratim nga SPAK për të dhënë prova deputetëve për të parë nëse do duhet të ishet imunitetit dhe në anën tjetër me vendimin e kushtetueses që riktheu në detyrë Belinda Balluku. Biseda shtroi disa skenar ligjor dhe politik. Avokati Ibraj tha se nëse kuvendi refuzon heqjen e imunitetit të Ballukut, SPAK do të shtojë me prova më të rënda, të cilën ndoshta mund të përmbajnë dhe grupin e strukturuar kriminal. Pra, dhe prokuroria e posaçme besoj në provat që do ketë paraqitur në parlament, besojnë në aftësitë e tyre, që kanë paraqitur si prova edhe dëmi ekonomik që është krijuar nga pjesa këtyre loteve të Nasë Tiranës. Dhe argumenti juridik që ata mund të kenë paraqitur në parlament është që zonja Balluku paraqet një dëshmëri theksuar shoqërore për shkak të dëmeve që i ka krijuar buxheti i shtetit, jo vetëm për tunelin, por edhe dëmin ekonomik që ka krijuar për investimet në Unazë Gaz ose në rrugë të tjera. Këtu mungon i vepër penale. Atëherë, kualifikimi i veprës penale është në dorë të prokurorit mbasit parlamenti shprehet. Atëherë, kualifikimi i veprës mund të jetë pabarazi në tendra kuadër e grupit strukturuar kriminal, korrupsion aktiv ose pasiv, në kuadër e organizacës kriminale. Është çështje tjetër kualifikimi i veprës, sepse prokurori nuk e ndalon askush. Po pse nuk thon diçka? Pse nuk japi një indicie këta tashmë? Sepse apo ja kanë çuar kuvendit dhe publikun e lënë ndryshe. Bravo, e kanë çuar kuvendit dhe ta mos harrojmë diçka. Nëse ndryshon kualifikimi i veprës penale, dhe Karanja di shumë mirë, ata do i drejtohen po prap parlamentit pas 3 muajsh për dhënien e autorizimit përsëri. Do i çojnë prova edhe më të mëdha. Në rast refuzohet këtë herë. Refuzohet sa herë, atëherë do i çojnë prova edhe më të mëdha. Por mos harrojmë diçka, që në rast se krijohet, unë se uroj, një grup i strukturë kriminal në kuadër e organizacës kriminale, me vepra të tilla të korrupsionit, paparazisë tendra, nuk ka parlament pastaj që nuk e jep vizën që ti. Ndërkohë ish prokurori shënjeh dhe mënyra efikase të hetimit, tha se ka një plan të tretë nëse dështon që kuvendi të heqë imunitetin Ballukut. Zgjidhja nr. 3 është aty. Prokuroria është në pozitë tillë që po shkon një person dëmton provat. Duhet të rrisi shpejtësinë e hetimit çështjeve. Nëse janë 7, duhet të rritet grupi punës, nëse janë 3 oficerë duhet të shkojnë 7-8, të mbarojnë veprimet në kohë rekord. Kupton? Veprimet duhet të mbarojnë në kohë rekord. Pra kjo çështje duhet mbaroj sa më shpejt. Do të shkoj për gjykim. Kjo është ideja juaj. Të mbaroj jo, mund pa e paragjykuar, një lot mund mos ketë vepër. A janë 7 lote. Po. Të mbarojnë hetimet sa më shpejt. Pra hetimet duhet mbarojnë sa më shpejt. E dyta, prishja e provave duhet ndjekur kjo punë e prishjes së provave, sepse prishja e provave ka veprime fizike. Pra duhet përdoret si do e ndalosh? Duhet përçëdohet me metoda të tjera për vëzhgime të tjera që pra metoda proaktive për gjime vëzhgime me radhë. Nëse dëmtohet prova tash duhet përqendrosh forcat se ke një çështje që ke problematik, që të rrezikohen provat. Pra kjo çështje të vend pozitë vështirë që këtë çështje ta mbarosh. Pa i paragjykuar 7 lotet, sepse ndoshta s'mund të themi që të 7 lotet ka shkelje. Ajo është person nën hetim. Tema e dytë e cila tronditi opinionin publik ishte goditja e institucionit të Akshit, një strukturë e cila sipas hetimeve të SPAK ishte shndruar në një grup kriminal. Ibraj tha se dosja Balluku është hiçgjë përpara skandalit të Akshit. Kjo, po ta shikosh dëmin dhe fuqinë që ka ky institucion, kjo Belinda Balluku duket asgjë me krahasuar me këta. Çfarë dëmit dhe çfarë kanë tani në dorë? Kanë shumë para dhe mos harrojmë. Këtu është lëvizja e parave, thesari, këtu është hipoteka, këtu është prona, këtu është dosje gjyqësore, këtu është gjithçka që cirkulon online në Republikën e Shqipërisë, i Albania komplet. Gjithçka varet te ky institucion. Pra këta kanë pasur çdo gjë tonën? Gjithçka tonën, çdo dhënë tonën e kanë këta. Çdo dhënë për biznesin, çdo dhënë tatimeve, çdo dhënë doganave, çdo dhënë të hipotekave, gjithçka që është online në Republikën e Shqipërisë, prokurori, gjykat, gjitha i kanë këta. Pra i administrojnë këta. Institucion. Dhe jo pa që drejta të dyshoj tani unë me këtë që thatë ju Ibraj që sulmi iranian ka qenë sulmi i brendshëm nga Shqipëria me qëllim që të bëjë një tender miliona euro? Ajo varet, nuk mund të aludoj, po unë po them që aty luhet me 100 miliona euro te ky institucion. Dhe ky institucion është lidhje e shkurt. Nuk është që do bosh një tender të madh si për rrugët të shumë firma tjerë, pra është e koncentruar. Ndërkohë ish prokurori e lidhit çështjen e Akshit me sigurinë kombëtare duke thënë se aty do duhet të mbrohen të dhëna që lidhen direkt me funksionalitetin e shtetit tonë, teksa tha se institucioni ka dështuar pasi qëllimi ka qenë vjedhja e fondeve. Qëllimi këtyre personave nuk kanë qenë të bëjnë
punë e shtetit. Nuk ka qenë mbrojtja e dhënave. Qëllimi këtyre njerëzve është si me fut lekën në xhep. Pra si me rrit garbitjen. Pra këta vjen këto para thonë se ruhen vetë, duke pas si kompjuter. Por detyrat e tyre ka qenë rritje e nivelit sigurisë. Niveli i sigurisë duhet jetë i lartë. Dhe duhet jetë i lartë, jo i lartë se mendon në ide, por kompanitë më të mira perëndimore që bëren me mbrojtjen e dhënave duhet të ishin bërë. Tash këta dyshimet ka dhe nuk janë iranian fare ata personat që janë hakerat, dyshimet ka që mund t'i kenë bëllë vetë ta që i kanë dhënat, por me bërë shantazhe të ndryshme. Pra mund t'jenë edhe të shërbimeve të huaja, sepse neve nuk e dim se këtu kush hyj dhe kush del. E tha avokati, po e them dhe unë, se është ashtu. Ke edhe vende mike që për hir të interesave të veta nuk pyesin për interesat e shtetit tjetër. Pavarësisht se ne synojmë të shkojmë në Evropë, por dhe vendet e Evropës kanë divergjenca. Luftë gjeopolitike. Është luftë gjeopolitike. Edhe turistë që vinë më shumë në Shqipëri, ndoshta i vinin në atë një vendi tjetër fqinj ose një vend tjetër në konkurrenca të gjitha.